Agroturizm Paja priti sot në ambientet e saj ambasadoren e Japonisë në Shqipëri, zonjën Kato Kikuko, së bashku me stafin e saj, si dhe dhomën e tregtisë Shqipëri-Japoni, e përfaqësuar nga presidenti i saj zoti Avni Ponari, të shoqëruar nga një numër i madh antarësh të kësaj dhome. Kjo vizitë u zhvillua në kuadër të antarësimit të ri të Agroturizm Paja në dhomën e tregtisë Shqipëri-Japoni. Falenderojmë ambasadoren që është gjithmonë e pranishme në takimet që ne bëjmë me dhomën japoneze, që urojmë dhe presim që kjo dhomë të jetë më fort, më aktive, më shumë antarë. 2 fjalë për vizitën e fundit në Japoni, delegacionit të dhomës tregtisë në Japoni, që ishte një vizitë shumë e suksesshme, të thoja. Antarët e dhomës që ishin provuan miqësinë, mikpritjen, dashamirësinë dhe gjithçka që pala japoneze na e krijoi gjatë ditëve të qëndrimit. Takuam njerëz të gjitha niveleve, duke filluar nga dhomat e tregtisë, nga organizmat shtetërore që mbështesin biznesin në Japoni, dhe deri tek grupi parlamentar i miqësisë Shqipëri-Japoni. Pra ishte një vizitë shumë e suksesshme, do thoja, dhe ajo që ne mësuam atje ishte që mundësitë për bashkëpunim me biznesin japonez janë të jashtëzakonshme. Natyrisht ne jemi vend i vogël dhe nuk mund të luftojmë që të jemi në top të korporatave japoneze sepse ata janë shumë të mëdha, por me biznesin e mesëm dhe të vogël në Japoni ka hapësira sa të duash dhe çfarë të duash. Pavarësisht vizitave tona zyrtare, dhe ky ndoshta është një mesazh që do të thuhet gjitha bizneseve, dhe ne me Gjergjin dhe me Erionin po punojmë që do themi njerëzve që mundësitë janë të jashtëzakonshme në Japoni, shumë më favorizuese se në çdo vend tjetër. Ne shqiptarët kemi një mendim që Japonia është e shtrenjtë, jo, Japonia është shumë e lirë. Madje në prodhimet ushqimore është më lirë se Shqipëria. Ne shkuam dhe vizituam markatat japoneze në qendrën e vendin më të shtrenjtë të Japonisë dhe çmimet aty ishin më të lira se sa në Shqipëri. Pa fol për gjithçka tjetër që mundësitë janë të jashtëzakonshme. Por këto kontakte nuk është e thonë që të bëhen me delegacione zyrtare, këto mund të bëhen dhe këtë kemi biseduar edhe me Gjergjin e me ato, që ne të mbështesim çdo lloj grupi që ka dëshirë të shkojë në Japoni dhe atje të gjejmë partnerë që të bisedojnë dhe të shohin mundësitë që kanë dëshirë për të zhvilluar biznes. Janë të jashtëzakonshme. Ajo që është shumë e rëndësishme është që aty ke 2 fjalë. Nëse thua po, duhet të qëndrosh pos, sepse japonezët po të thanë po, duhet të qëndrosh pos. Mos mendo 2 zgjidhje të ndryshme. Ne do të fokusohemi edhe në grupe të ndryshme për të bërë vizita, dhe ajo që duhet të thonë që gjatë kësaj vizite ne ndjejmë mbështetjen e ambasadës japoneze në Shqipëri gjatë gjithë kohës. Ashtu sikundër edhe ambasada shqiptare në Japoni ishte e pranishme gjatë gjithë kohës. Ne kemi hartuar edhe një program vjetor ku midis të tjerave në aktivitetet që do jenë si dhomë, është dhe një forum ekonomik shumë i rëndësishëm në mars. Një forum ekonomik Shqipëri-Japoni bashku me Gjetër, në ambasadën japoneze, dhe aktivitetet tjera që do të jenë gjatë kësaj periudhe. Po punojmë për zgjerimin e dhomës me antarë të ri. Natyrisht që është pak e vështirë, sepse akoma
akoma shumë antarë sa kanë kuptuar përfitime që mund të kenë duke qenë antarë domës. Pas kthim në takimin e dhjetorit që u bën në forumin ekonomik, u prezantuan erdhën shumë kompani japoneze në Shqipëri, të cilat kishin pothuajse të gjitha interes, përfshirë dhe Bankën Japoneze për Zhvillim. Pra janë disa hapësira që ne nuk i kemi prek më përpara, por janë shumë të mundshme. Natyrisht biznesi është gjithmonë i fokusuar në marrëdhënien one to one, sepse secili e di kush mund të jetë biznesi i tij dhe lufton që ta gjej. Ajo që na bëri përshtypje për prodhuesit e verës dhe vajit në Japoni, pyetja ishte e drejtë për drejtë. Për llojet e rrushit që rriten në Shqipëri, llojet e verave që janë në Shqipëri dhe bimëve medicinale që ka shumë interes në Japoni. Minerale nuk them sepse ajo dihet që është gjithmonë kërkesë e vazhdueshme, por në ato produkte që ne kemi janë gjitha të mundshme që të tregtohen, duke përfshirë mjalt, erza, bimë nga më të ndryshme, gështenja, e produkte tjera. Japonia është konsumator shumë strikt, shumë serioz dhe është shumë korrekt në marrëdhëniet tregtare. Natyrisht takimin tjetër që do bëjmë, ne do të njojmë edhe me disa detaje që do t'i vendosim, do t'i përcaktojmë për këtë vit dhe për 2-3 vitet e ardhshme për të pas një deadline se deri ku do të jetë forca jonë si dhomë për të arritur. Në forumin ekonomik marsit, ambasada japoneze do na mbështesë kësaj radhe edhe financiarisht, po edhe si gjithmonë me know-how me shumë gjëra të cilat janë të rëndësishme. Dhe duam që ky forum të jetë marr vlera dhe të jetë i rëndësishëm të veçantë. Mirëmëngjes, mirëdita, Mirë se ke ardhur. Yeah. Okay, yeah. So, thank you. Shumë faleminderit. Okay. Thank you very much for inviting me to the board meeting, the first board meeting in 2026. So, Gezua Viten Eri. And just to introduce myself to the new members of the chamber, I am the ambassador of Japan to Albania. My name is Kikuko Kato, and I am the third resident ambassador. I've been active since the end of 2023, so it's been already, this is my third year. It's amazing, the time flies. And congratulations that you convened the very first meeting in this beautiful Paya restaurant. And I would also like to welcome all the new members. And of course, I know some already I've known in the last meetings, like Mr. Sheikhi, and of course the founding members like Mr. Jaferi and so on. And actually, I am also the honorary member of the council, so I have the privilege to participate in every board meeting. But do you need any interpretation? We will provide you. Okay, ambasadoria ju uron falenderime shumë për pjesëmarrjen këtu dhe pjesëmarrjen e antarëve të ri të dhomës së tregtisë. Ajo gjithashtu është e njohur pra me antarët e vitër, siç është zoti Xhaferaj, zoti Ponari, zoti Çeçiu që kanë qenë pjesë të dhomës së tregtisë dhe ju uron një vit sa më të mbar, një vit të ri dhe shpreson domethënë që të ketë marrëdhënie të vazhdueshme pra me dhomën e tregtisë. Ajo është një antare honorare pra e dhomës së tregtisë këtu. Është siç e dini edhe ju ambasadore e Japonisë në Shqipëri, është ambasadorja e tretë që vend rezidente pra në Shqipëri. Yes, and so of course I'd like to welcome our friend from UNDP, because we have worked very closely with UNDP in the past years, especially to providing the solar photovoltaic system to several Albanian municipalities. So I'm glad that you are also here, and I understand you are supporting also Mr. Paya's company. Great. And first of all, thank you very much, Mr. Ponari, for your
a report about your chamber's second official visit to Japan. And I'm so glad it was a very productive and also paved concrete steps to enlarge your business relations with the Japanese companies and especially the SMEs. And I do hope that there will be concrete outcome through this visit to your each company's business activities in the near future. I'm very much looking forward to hearing of that good news. And secondly, Mr. Ponari mentioned about some economic forum would be organized in March. More precisely, we are just supporting from the side. This is a pure event by the chamber, and now the plan is being made. So we are also waiting for your plan to be concretized, and I hope this will be done in due course with the success. And I understand that the main purpose of this forum is to support the Japanese companies as well as your chamber's business activities for the more enlargement of our business relations. So that is one thing. And second, the other thing is that I would like to take this opportunity to inform you that we are going to have Emperor's birthday reception on the 19th of February. And as the old members recall, we are very much pleased to have the chamber's stands or booth at the place of the reception as last year. So I think Mr. Lekai knows how to do, and I do appreciate many as companies are ready to present your activities at the reception, so that you can appeal what kind of business relations you have with Japanese company, with Japan. And last year we had the privilege to welcome the previous European Foreign Minister Hassani, and I myself personally also introduced the displayed company's activities to him. So this year we are now still searching the guest of honor, so it's not decided yet, but I hope that I can also introduce your activities to the guest of honor for this year. And lastly, I would like to also mention to you, because you have very good relations with Japan, Japan is going to host the so-called Garden Expo in 2027, to whom I greeted you today. As the first time you see on my name card back here, Expo 2027, Yokohama, Japan. Yeah, this is the so-called Garden Expo, or flower. Garden Expo means not only presenting the gardening or flowers, but also agri-tourism. So I've been talking to the AIDA and other Minister of Agriculture, the previous one, and even the current one, Minister Sala, to participate as Albania in this expo. It's a 2027 from April to October or so. So if your chamber could also support my aspiration, that would be very helpful. I'm also going to. I have met the Miss Saro, of course, already, but I'm going to talk to her again. So then, if you could also support me, back up, that would be very fine. This is a very nice occasion for Albania to present it to the Japanese community, and including the agri-tourism.
maybe the exhibition place is not so big like a previous big expo in Osaka, Kansai, but still the presence Which is very... city will be? Yokohama. Yokohama? Yeah, right. That is very important. Yes. So, having said that, I'm very much looking forward to hearing from your, intervention about your company's current activities, and we are all the time on your side to support the chamber's activity, and also ready to just, communicate, be an interlocutor between your company and the Japanese business side. So I will end here and thank you very much for the time. Thank you. Faleminderit. Jam Gzim Paja, në emrin zyrtar Apostol Paja. Kam kompanin që ju jeni prezent. Jam shumë i nderuar për ardhjen dhe për vizitën tuaj në kompaninë time. Unë jam një kompani e vogël që jam në rritje dhe mendoj që çdo takim dhe çdo bashkëpunim është në dobi të biznesit tim. Ne kemi nisur veprimtarinë mbas emigracionit ku fituam një eksperiencë shumë gjatë në fushën e turizmit. U kthyem në Shqipëri edhe sipas vendit që kishim ose pozicionit gjeografik që kishim, u munduam të merreshim edhe si fermer, duke filluar dhe si fermer me mbjelljen e shumë rrejve ulli, por dhe në përpunimin sadopak të rushit, por dhe të nën produktet të saj, por duke ndryshuar Belshi si zonë dhe kohët e fundit në një qytet turistik edhe shumë i vizitueshëm, ose më mirë me thënë në një atraksion të mirë turistik, menduam të investojmë në fushën e agroturizmit, të turizmit, por më rëndësishme në fushën e agroturizmit. Duke parë vitet e fundit edhe politikat evropiane, por dhe politikat e qeverisë shqiptare edhe mbështetjen që ka filluar na dhënë dhe po na jep për zhvillimin e agroturizmit, jam dhe antare e dhomës ose të shoqatës së agroturizmit shqiptar, ku me takimet që kemi fituar eksperiencën në fushën e agroturizmit. Agroturizmi sot në Shqipëri po preferohet nga gjithë konsumatorët. Klientët tanë fokusin dhe drejtimin e kanë tek agroturizmi, dhe kjo lindje agroturizmi ka lindur në kuptimin që njerëzit ose qytetarët u shkëputën nga natyra dhe shkuan në për qytetet të mëdha për një jetë shumë më të mirë, por u shkëputën dhe nga natyra. Ne besoj që ne kemi filluar një detyrë që është një punë pak e vështirë, por në shkallë avash ne po rritemi dhe ne po ndërgjegjësojmë qytetarët që të takohen me natyrën. Ne jemi uralise që të takohen. Por njëkohësisht emri agroturizëm është një emër shumë i madh, ku duhet të prodhosh mbi 30% të produkteve vetë nga ferma dhe pjesën tjetër duhet ta blejmë nga fermerët tanë. Njëkohësisht ne rrisim dhe ekonominë e fermerëve dhe bashkëqytetarëve tanë, por njëkohësisht shërbejmë tek konsumatori një cilësi ushqimi. Kompania ime, domethënë, zotëron rreth 2100 ulli të mbjellur, që futemi tek fermerët goxha të mëdhej për sipërfaqet e tokës që disponojnë fermerët tanë në Shqipëri. Kemi filluar eksportet të vajit ullirit në vitin 2023, sepse nga ky vit filloi prodhimi në masë dhe rritja e rendimentit të vajit ullirit, po sidomos në zonën e Belshit, në bashkinë e Belshit, ku numërohen rreth 2 milion rronjë ulli të mbjellur. Është një numër në zonën e Belshit, ose quhet zona e Dumres, më mirë me thënë. Rritja prodhimit kërkonte dhe eksportin, sepse jo e gjithë sasia e prodhuar mund të konsumosh nga konsumatorët vendas. Kemi
Sa është lartësimi i nivel detit? Këtu jemi rreth ke 300 metra, ose pika më lart 450 metra. Një gjë që ne verifikuam ose zbuluam në vitin 2023 ku eksportuam në Itali dhe në Greqi, por jo në ambalazhe të vogla, por në sasi, domethënë në autobote, në sasi të madhe, e verifikuam që vaji i zonës Dumres ishte dhe nga më cilësorët që shkonte për analiza në barit të Italisë. Nga ekspertët tanë, thuhet edhe shpjegohet sepse është një zonë kodrinore me përbërje gjelqerore, në vijë ajrore me detin jemi rreth 40 me 50 km, ku kodra tona të mbjellura me ulli ndikohen dhe nga ajri i detit. Por duke parë që vaji i ullirit prodhohet me një kosto shumë të lartë në Shqipëri për disa arsye, atëherë fokusi është në prodhimin organik. Ku 2 vitet e fundit janë mbi 20 ferma që janë certifikuar nga një kompani zvicerane me përfaqësi në Shqipëri, që quhet BioInspect. Duhet të theksojmë sepse në Shqipëri kemi 4 lloj certifikimesh, kemi në standardin shqiptar, në standardin amerikan, në standardin europian dhe në standardin zviceran. Fati jonë është që ne certifikohemi në një kompani zvicerane që të një standardin më të lartë me kërkesa shumë të larta, dhe kjo na bën që ne të jemi më serioz në prodhimin e vajit ullirit, por dhe në tregtimin ose në eksportin. Jemi të sigurt, nëse do eksportojmë, jemi të sigurt. Prej 2 vitesh jam në monitorim për fermën time për certifikimin bio, edhe në muajin dhjetor kam realizuar certifikimin e produktit si fermer, se kështu është dhe procedura, duhet të certifikohet ferma bashkë me produktin ulli, kokër, dhe si produkt duhet i shitet një kompanie që unë kam fatin që jam dhe kompania përpunuse me fabrikën e përpunimit, ku certifikova dhe fabrikën, dhe jam në draft etiket. Në këto momente kam prodhuar një draft etiket me prodhimin organik bio, me kërkesat që na ka kërkuar kompania, ku kjo draft etiket do të shkoj prapë për miratim nga kjo dhe bën korrigjimet përkatëse, dhe do dalim në etiketën finale të shoqëruar me barkode, dhe në atë moment ne jemi gati për eksport. Vitet e fundit në Shqipëri, 2 vitet e fundit është prezente në Belsh për fermat organike dhe për vajin organik, një kompani amerikane e cila po e blen këtë vaj dhe po eksporton në Amerikë. Qëllimi im në të ardhmen është, përveç fermës time organike, që ne për momentin mund të prodhojmë nga 4 ton deri në 10 ton vaj ulliri organik, do të bashkojmë dhe do të ndërgjegjësojmë fermerët të tjerë që fermat e tyre të kthehen 100% organik, sepse ne mund të konkurrojmë në vendet evropiane, por mendoj edhe në Amerikë dhe në Japoni, mund të konkurrojmë vetëm me produktin organik, një produkt unik i veçantë 100% natyral. Sepse vendet tjera përreth, vendet mesdhetare prodhojnë vaj në masë që na konkurrojnë në çmim, por në fermat organike unë mendoj, jam plotësisht i bindur që ne mund të konkurrojmë dhe të afrojmë një produkt unik në botë në markën tonë. Përveç prodhimit të vajit ullirit që ne do ta vizitojmë në fabrikë dhe do ta testojmë, kompanimi merr prej 10 vjetësh edhe me akokulturë, që një nga liçenet më të mëdhej e zona Dumres përbëhet nga 84 liçene, ku liçeni që unë administroj për përshim është një nga më të mëdhej,
edhe ka një histori. Thjesht peshkimi është një profesion i dytë që kompanisë i kanë rritur të ardhurat, përveç gatimit por edhe për edukimin e qytetarëve që të fokusohen edhe drejt konsumit të mishit të peshkut. Një produkt që nuk mund të them me plot bindje që është 100% organik, sepse nuk ndërhyet dhe ka një rritje natyrale. Atëherë, ju falenderit për mirëseardhjen dhe mendoj që të bëj një vizitë në fabrikë. Gjatë vizitës, delegacioni u njoh nga afër me fabrikën e përpunimit të vajit të Ullirit, ku testua edhe prodhimi më i fundit i certifikuar si vaj organik. Ambasadoria dhe përfaqësuesit e dhomës së tregtisë shprehin interes të veçantë për cilësinë e këtij produkti, si dhe për mundësinë e eksportit të tij në tregun japonez. Në përfundim, Agroturizëm Paja organizoi një drekë të veçantë me produkte autentike të fermës, e shoqëruar nga një program artistik me muzikë tradicionale, duke ofruar një përvojë të plotë të mikpritjes dhe trashëgimisë kulturore shqiptare.